Gjellëshenuhu me një falëndërim që i takon madhërisë së tij, i cili me urdhërim bëhu krijoi tokën, qiellin edhe të gjitha botët, të dukshme edhe të padukshme që na furnizoi me mirësitë e tij. Allahu është krijuesi dhe sunduesi i çdo gjëje. Përshëndetjet më të sinqerta ja dedikojmë njeriu më të zgjedhur në mesin e njerëzimit dhe padyshim që ai është Muhamedi alayhi salam. Paqja dhe mëshira e Allahu qoftë mbi të, mbi familjen e tij të pastër, shokët e tij të zgjedhur dhe mbi të gjithë ata të cilët e pasuan dhe do ta pasojnë rrugën e Allahut dhe të dërguarit të tij deri në ditën e kataklizmës. Të dashur vëllezër, xhamat i vlerësuar, tema të cilën sot do ta shtjellojmë është në librin e Allahut Gjellëshenuhu është udhërrëfyesi për shpëtim. Në këtë tokë ku jetojmë nuk jemi vetëm, përveç nesh jetojnë edhe shumë botë të tjera, bota bimore, bota shtazore edhe bota atyre krijesave që nuk i shohim dot. Të gjitha këto botë jetojnë në harmoni, nuk i bëjnë keq njëra tjetrës, përkundrazi i ndihmojnë njëra tjetrës. Çdo krijesë ka ligjin e vet dhe jeton sipas tij. Asnjëra nuk del nga ajo që Allahu Gjellëshenuhu wa Gjelle Gjelalu i ka caktuar. Por në këtë tokë jeton edhe një krijesë që dallon nga të tjerat. Është njeriu. Allahu Gjellëshenuhu wa Gjelle Gjelalu e krijoi njeriu me mendje dhe arsyetim dhe e bëri më këmbës në tokë. Kur Allahu Gjellëshenuhu wa Gjelle Gjelalu u tha melekëve se do të krijonte një mëkëmbës në tokë, ata thanë, a do të krijosh dikë që do të bëj prishje dhe do të derdhë gjak? Por Allahu Gjellëshenuhu wa Gjelle Gjelalu u tha, unë di atë që ju nuk e dini. Të dashur vëllezër, Allahu Gjellëshenuhu i ka dhënë njeriut ligj. Po ta jeton të njeriu jetën si pas këti ligjit të Allahu Gjellëshenuhu wa Gjelle Gjelalu, do të kishte rregull, paqë e harmoni në tokë. Por kur njeriu largohet nga ky ligj, fillon prishja. Për këtë arsye, një ditë në vit e kemi quajtur dita e tokës, për t'ja kujtuar vetës se jemi duke rrezikuar këtë planet. Kemi arritur deri aty sa të mbillim kafshët në rezervate që të shpëtojnë prej nesh. Të ndalojmë njerëzit të hinë në zonat të natyrës që të mos e shkatërrojnë atë. Kemi bërë marrëveshje për të ndaluar ndotje. Dhe gjitha kjo vetëm sepse njeriu nuk jeton më sipas ligjit të Zotit. Por, e dini çfarë është interesant? Me njëherë pas 22 prillit që kaloi, që ishte dita e tokës, vjen 23 prilli, dita botërore e librit. Si për thënë, për ta shpëtuar tokën, duhet të kthehemi tek libri. Dhe prej të gjitha librave që ekzistojnë, vetëm një quhet thjesht kitab, libri. Allahu Gjellëshenuhu wa Gjelle Gjelalu shprehet në Kur'an dhe thot: "Dhalikel kitabu la rayba fihi hudan lil muttaqin." Ky është libri në të cilin nuk ka dyshim. Ai është udhërrëfyes për besimtarët. Në këtë libër, Allahu Gjellëshenuhu wa Gjelle Gjelalu shprehet dhe thot: "Inna kulla shay'in khalaqnahu biqadar." Ne çdo gjë e kemi krijuar me mas. Do me thënë, gjithë shka në këtë botë ka kufi, ka mas. Edhe njeriu është krijesë që duhet të jetoj me mas, me kujdes, pa e tepruar. Allahu Gjellëshenuhu wa Gjelle Gjelalu i ka nënshtruar njeriu gjithë shka. Tokën, qiellin, lumenjt, frutat, kafshët, ditën e natën. Por, njeriu është urdhëruar të kujdeset për to. Ai s'mund të bëjë çfarë t'i doj qefi atij. Por, çfarë ka ndodhur? Sot shohim përmbysin. Allahu Gjellëshenuhu thot në Kur'an: "Prishja është shfaqur në tokë dhe në det, për shkak të asaj që bën duart e njerëzve."
Një ndër arsyet më të mëdha të kësaj prishjeje është lakmia, dëshira e pakontrolluar për pasuri, pushtet e dominim. Imam Gazaliu thot: o njeri, kjo botë është kalimtare. Mos e haro që çdo primarje ta afron më shumë në botën e tjetër. I mençur është ai që përgatitet për atë botë dhe që nga kjo botë merr vetëm sa i nevojitet. Për më shumë, ai thot: gjithçka që mbledh për te nevojave të tua bëhet helm për ty. Sahabët e pyetin pejgamberin ton Muhammedin sallallahu alaihi wasallam: kush është njeriu më i mençur? Ai tha: ai që më së shumë t'i e kujton vdekjen dhe më së shumë t'i përgatitet për të. Edhe Isa alayhi salam ka treguar një ngjarje për lakmi. 3 njerëz gjetën një thesar. Njëri shkoi për të blerë ushqim, por rrugës vendosi t'i helmoj shokët. Ata që mbetën aty vendosën ta vrasin atë që shkoi. Kur ai u kthye, e vran, por kur hëngrën ushqimin e helmuar, vdiqën edhe ata. Kur Isa alayhi salam kaloi aty pari, tha: keni kujdes nga kjo botë. Shikoni si i shkatroi këta të 3. Të dashur vëllezër, shpëtimi është te libri. Ligji Allahu xhalla shanuhu wa xhalla jalaluhu është ai që sjell rregull në jetën tonë, në shoqëri edhe në natyrë. Nuk ka rastësi që dita e librit vjen pas ditës së tokës, sepse vetëm libri mund ta shpëtojë tokën. Vetëm kur kthehemi te urtësia e Zotit mund ta shpëtojmë prej vetës. O Allah xhalla shanuhu, ndihmona që të jetojmë sipas librit tënd. Amin wa akhiru da'wana wa anil hamdulillahi rabbil alamin.